tash ndoshta ky debat ka vlerë dje deri në mes natë, me qenë që veç afati kushtetues ka kalu, më nuk ka rëndësi, nuk ka efekt. Ajo që është më e keqja është se Kurti, Albulena e tjerë qëllimshëm ja kanë djegë Kosovës afatin kushtetues me zgjedhje institucionet. Edhe ja si ka ndodhur, për shembull, certifikimi i rezultateve ka ndodhur para më shumë se një muaj. Dikun rreth 40 ditë nuk ka ndërmarrë asnjë veprim që do të ishte përgatitje për seancën e parë. E kanë shtyr seancën në datën e fundit, qëllimshëm, edhe qëllimshëm e kanë djegë afatin kushtetues me zgjedhë kryesinë e kuvendit, pra me konstituu kuvendin, me zgjedhë kryetarin, me zgjedhë qeverinë, me zgjedhë presidentin. Gjitha tjerat janë interpretime rrethanore. Pra, jemi në një situatë kur qëllimshëm, Kurti, Albulena e shumë tjerë me ta, ja kanë djegë Kosovës afatin kushtetues me zgjedhjen e institucionit. Si do dalim nga kjo, është një çështje që duhet ta marrim me kujdes, se pasojat nuk janë vetëm për pozitën apo për opozitën, por janë për themelet e rendit tonë kushtetues, shtetit tonë, të arriturave tona. Unë jam këtu me kolegët e mi, të aleancës, me kolegët tjerë, që me pasi muj me nxjerr vendin, pra nga situata e re e krijuame që nënkupton djegja e afatit kushtetues për zgjedhjet e institucioneve. Si të veprojmë matutje duhet ta trajtojmë me kujdes. Ne shkojmë në diskutim me siguri, por mos harrojmë edhe një herë ajo që fola. Pra afati kushtetues për fat keq është djegë. Si do të veprojmë matutje është çështje e krejtë, po them kështu, një punë të kujdesshme, sepse nuk është situata e njëjtë. Pra, nga mesnata jemi në një situatë të re dhe duhet bëjmë kujdes, jo për shkak njërit nga ne të partive, po vendi ka hyrë në një situatë të re kushtetuese. Rendi ynë kushtetues, pra ka hyrë në një situatë të re dhe duhet ta trajtojmë me kujdes. A do ta dërgoni në kushtetuese çështje është pasur? Tani çdo veprim që e marrim, duhet ta bëjmë aq të kujdesshëm, sa që mos i rrishim pasojat e situatës krijuame, po ta nxjerrim vendin nga kjo situatë e re. Pra është një alarm, unë besoj, për gjithë ata që e kuptojnë, këto e shpjegojnë më shmiri ekspertët edhe ata njohësit e kushtetutës, e trendit kushtetues tonë, po edhe nga ajo që unë e kuptoj, jemi një situatë të re, kemi hyrë në një situatë të rrezikshme si vend, e duhet bëjmë kujdes. Pra nuk po jap drejtim si të veprojmë, si të bëjmë, si do të bëjë unë, si do të bën aleanca, po duhet bëjmë kujdes si Kosovë, si këtë forcat politike, si këtë rendi ynë kushtetues të ruhet, pra edhe mos shkojmë në një fundosje të rendit tonë kushtetues. Vetëria nëse shtërën këtë mundësi demokratike, kemë pa gjatë ditës së jashtme që deputet të partive të ndryshme kanë bërë edhe për me dalë në rrugë. A është si opcion? Kine parasysh, kjo që ka ndodhur ka pasoja kushtetuese, pra djegja e afatit kushtetues. Tani veprimet e ardhshme duhet me qenë të tilla që ndihmojnë rujtjen, po e them ashtu, të kushtetueshmërisë. Dalja në rrugë është e drejtë edhe është mënyrë çdo herë, por ne duhet të shfrytëzojmë gjitha mundësitë si të ruhet pra rendi kushtetues. Që ne kupton tani, për shembull, nuk e di a mund të, pra Parlamenti i Kosovës, deputetët kjo legjislaturë, nuk e di a e ka më fuqinë me prodhu ndonjë efekt. Duke qenë kështu, pra po ishin shumë pak opsione, ose po arrim aty ku ndoshta edhe qëllimi ka qenë që na dërgojnë zgjedhje prapë. Për gjitha tjerë flasim prapë.